Do të trajtoj edhe më tutje me ekspertin e çështjeve sociale Vebi Mujku, që falenderoj shumë për pjesëmarrjen Kompas. Përshëndetje. A janë shifra alarmante këto, apo është normale të emigrojnë 37.000 qytetarë? Padyshim se për të gjithë ne është një shqetësim. Jo që emigrim i cili po ndodh sot. Ne jemi të çmimtarë që në krejt botën kemi lëvizje të popullatës edhe njerëzit të lëvizin nga një shtet në tjetër, mirë po numri konstant i popullatës kryesisht jetë aty. Edhe pse disa migrojnë nga një vend, atëherë vijnë persona të tjerë, të cilët emigrojnë nga një vend tjetër dhe atëherë qëndrohet një balancë. Mirë po sa i përket Kosovës, të gjitha këto statistikat të cilat po i dëgjojmë qoftë nga agjencioni statistikave apo edhe vetë kompanitë edhe ndërmarrjet dhe jemi dëshmitarë çdo ditë të një realiteti të tillë, Kosova është duke u zbrazë. Kjo për neve duhet të jetë një shqetësim, duhet të jetë një alarm edhe duhet të jetë një urgjencë kombëtare, sepse duhet të marrën masa preventive për të parandaluar këtë emigrim të qytetarëve. Ne po shohim edhe sipas dhënave të fundit që kemi pasur një numër prej 9.000 personave të cilët kanë emigruar nga vendet të ndryshme, por ky numër nuk e mbulon as brastinën atë vështllëkën e madhe të personave të cilët po ikin nga Kosova. Nëse shikojmë, i krahasojmë sepse ne e dimë që në vitin 2021 nuk kemi pas ndonjë cenzus, kemi pas 2024 dhe para këtij kemi pas vitin 2019 dhe në vitin 2019 diku Kosova ka pas rreth 1.740.000 banor dhe në vitin 2024 më pak se 1.600.000 banor. Në qoftë se krahasojmë këto dhëna dhe merrem parasysh numri i lindjeve të shqiptarëve që kanë ndodhur as për periudhë 13 vjeçare, atëherë rezulton që Kosova ka diku rreth 350.000 banor më pak. Që për një vend të vogël siç është Kosova, një numër 350.000 banor është jashtëzakonisht i madh dhe është shqetësues që në qoftë se përkthehet në aspektin gjeografik, ka sikur një Prishtinë e tërë të emigrojë nga Kosova. Dhe këtë zbrastit është vështirë që të mbulohet. Po, ka shifrat ndryshme për gjatë viteve të zëm Agjencia e Statistikave të Kosovës në raportet publike që i ka nxjerrë 5 vitet e fundit. Në vitin 2023 kanë emigruar 15.394 banor, më 2022 41.553 banor, më 2021 42.728 banor e kanë lënë Kosovën, ndërsa më 2020 8.724 dim që ka qenë vit pandemik. Mujku, megjithatë, a është reale thuhet që mirëqenia e qytetarëve është arsyeja kryesore apo ka edhe motive të tjera, çështje të arsimit, çështje të shëndetësisë apo motive të tjera, për çka qytetarët e lënë vendlindjen? Po në qoftë se para që më përgjigjen këtë pyetje, në qoftë se kthehemi në retroaktiv, pak sepse këto dhëna unë besoj që janë deri diku të sakta, sepse edhe dhënat prej vitit vetë është problem të matën, kryesisht janë dhëna të cilat merren prej Eurostatit ose forma të tjera, varësisht se si paraqiten këta persona. Mirë po tradicionalisht kisha thënë që Kosova është e njohur në qysh vitet e 70 kur ka pas një emigrim të qytetarëve pikërisht për kushtet ekonomike dhe për një mirëqenie më të mirë dhe ky emigrim ka vazhduar ndër vite deri vitet 90. Vitet 90-99 kemi pas një emigrim masiv për shkak të gjendjes të cilën kemi qenë dhe pas luftës kemi menduar që do stabilizohet Kosova dhe ka ndodhur një lloj stabiliteti, edhe pse ka pas lëvizje, po jo shumë dhaja. Vitet 2014-15 ka qenë faza më vështirë për Kosovën kur ka larguar diku rreth 70.000 persona për një kohë shumë të shkurtë. Edhe pse në atë kohë të gjithë kemi thënë se këta persona do të largohen dhe shumë shpejt të gjithë do të riadhesohen në Kosovë, mirë po është një përqindje shumë e vogël e tyre që ju në riadhesu. Mirë po edhe një segment tjetër, liberalizimi i vizave ka qenë një prej faktorëve që ka ndikuar që shumë persona pas liberalizimit të dalin dhe të aprovojnë se si është jeta në perëndim. Mirë po nëse kthehemi te faktorët, është shumë e vërtetë që arsimi përfshi edhe nivelin parashkollor, kopshtet e fëmijëve. Arsimi në përgjithësi është një prej arsimi është në krizë të madhe dhe është një prej faktorëve që ndikon në emigrimin e popullatës. Duke përfshi këtu edhe shëndetësinë, mirë po edhe kriza politike. Kriza politike është duke ndikuar me të madhe të qytetarët që ta shprehin pakënaqësinë e tyre duke pasur Kosovën një vend të pabanueshëm, të pajetueshëm, sepse po shohim që kemi fillimisht mungesë të themelimit të institucioneve të cilat do të jenë ndoshta një parakusht që Kosova të zhvillojë legjislacionin edhe të mirën vendime madhore. Njëkohësisht
për dëgjojmë çdo ditë edhe ambasadorët e huaj, përfaqësues të Bashkimit Evropian që po thonë për çdo ditë se janë shumë donacione që presin të vinë në Kosovë, mirë po s'ka kushtim mirator se t'i kërkoj këto. Pikërisht ky ndërshim politik konsideroni që mund të jetë një prej motiveve pse kosovarët e lënë shtetin ta zënë më 2025-ën? Po, patjetër, sepse kjo po ndikon drejt për drejt, sidomos kur t'i shtohet kësaj, edhe vetë fakti që kemi në vazhdimsi, qoftë kryeministrit, qoftë kryeministrit mbrojtjes apo figurave tjera publike, të cilët në vazhdimsi kërkojnë të thonë se Serbia i ka sjellë dikon edhe 70% të trupave rreth kufirit të Kosovës, po flitet për lufta është afër dhe qytetarët po frigohen. Është normal sepse kemi kaluar në një periudhë të luftës vetëm para 2 dekada e gjys dhe personat po njihen të friguar në qoftë se çdo ditë qeveritarët, ata të cilët duhet ta dinë më së miri gjendjen politike, ekonomike, aktuale në vend, dhe ata kërkojnë se mund të kenë luftë, kjo po ndikon që edhe investitorët të mos vinë, po edhe personat të cilët dojnë të zhvillojnë biznes në Kosovë të largohen, sepse askush nuk don të qëndrojë në luftë. Dhe gjithë këta faktorë që se mbledhen, unë mendoj që janë disa faktorë që bojnë përshtypje të qytetarët dhe ndikojnë drejt për drejt, atëherë ne duhet të ndryshojmë pak qasjen. Dhe kjo, largimi i fuqisë punëtore, sepse prej Kosovës nuk po largohen as pleq, nuk po largohen as personat me aftësi të kufizuar, as personat jo produktiv. Prej Kosovës po largohet fuqia punëtore më efikase, ata të cilët mund të prodhojnë, edhe të ndikojnë në shtim të natalitetit, po edhe në biznes, edhe në profesione të ndryshme, largimi profesionistëve, largimi zanatlive, sepse Kosova është një krizë të madhe për zanatliet të ndryshme, të cilët nuk janë më në Kosovë, kanë ikë në perëndim për paga shumë më të mira, mungesa e investimeve të qëndrueshme. Kjo ndikon që të kemi shumë më pak kontribues në buxhetin e Kosovës. Mirë po, shto faktit që jo vetëm që po ikin kryefamiljarët, burrat, ata të cilët punojnë, po kemi familje të tëra, ku kemi shumë herë dhe ku punojnë të dy prindërit dhe vendosin që të ikin prej Kosovës, kjo është përbën një shqetësim shumë më të madh. Prandaj ne duhet të orientohemi drejt ndryshimit të politikave, drejt zhvillimit ekonomik, të ndërtojmë fillimisht kopshte më shumë, sepse shumë çifte të reja sot, përveç që kanë problem banimin, sepse banimi është jashtëzakonisht shumë. Çmimi i banesave, çmimi i banimit për familje, shumë për këtyre personave në pamundësi që punojnë të dytë, sepse ka mungesë të kopshteve, ne duhet të investojmë fillimisht në kopshte, në arsim cilësor, pastaj që të kemi një kualitet të jetës edhe në aspektin e shëndetësisë. Dhe duhet të mirën disa masa, po ashtu për zhvillim të ekonomik më të qëndrueshëm. Duhet të ndikohet drejt për drejt me masa nga qeveria edhe në uljen e çmimeve. Sepse ne po shohim se si është sot standardi jetesës. Një familje 4 anëtarësh sot në Kosovë ka të pamundur të mbijetoj. Jo të jetoj, po të mbijetoj me 700-800 euro të ardhura mujore, sepse jeta është jashtëzakonisht e shtrenjtë. Shporta e konsumit është shumë e shtrenjtë, sot që edhe kisha me thonë që as agencioni statistike, as ministrit relevante nuk janë duke bërë një përcaktim të shportës së konsumit. Se soi nevojitet në familje pikërisht për shkak të lohatjes dhe mos stabilitetit të çmimeve. E qartë, temë për tu elaboruar në detaje për më shumë kohë, por unë të falenderoj për sonte, Mujko. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.